ka vendosur që shkërtimi gjyqësor duhet të rihapet, se arma që shihet në video është arma e cila është përdorur për kryen e krizit. Çështjen që e ka ngrit gjykata, kriçka kom e thon gjykat. Ata akuzuar sipas aktakuzës së prokurisë tani për Repej, Departamenti i Vërtetimit dhe Ronda, aktakuzë me numër 8 për Riu Mak, 4 të për 2021, aktakuzë datës 05/05/2021, pas përfundimit të shkrimit gjyqësor, me samoncën e mbajtur në 6/7/2026, trupi gjykatës, pas këshillimit dhe votimit, në mënyrë unanime, ka vendosur që shkërtimi gjyqësor duhet të rihapet. Dhe atë për arsyet si dhe vijim. Për cilën element, gjykata ka vendosur me rihap shkërtimin gjyqësor. Arsyeja pse kjo gjykatë ka vendosur me rihap shkërtimin gjyqësor është se prokuroria e shtetit, fjalën përfundimtare të saj, duke trajtuar video ingjizimin ku sheti pandehur e Kreshnik me metaj duke zhujtur në orën në Biesh, është video ingjizim që është paraqit ora së gjykate, në fjalën përfundimtare nga prokuroria paraqitet pretendimin se arma që shihet në video është arma e cila është përdorur për kryen e krizit, që është objekt shkëtimi të çështjeve penale. Dhe ky pretendim për herë të parë, formalisht, paraqitet nga prokuroria në fjalë përfundimtare. Në anën tjetër, trupi gjykatës, që qëllimit dhe votimit, pas analizimit të gjitha shkresave të lëndës, gjen se në fazën e hetimeve, nga ana e policisë është kontrolluar pikërisht vendi në Biesh, ku i pandehur e Kreshnik shihet në video duke zhjuar me harë. Dhe gjatë atij kontrolli në Biesh rezulton se janë gjetur 13 gjoja dhe një fishek. E në lidhje me të njëjtat është urdhëruar ekzaminimi balistik dhe në shkresat e lëndës gjendet raporti i ekspertizës AKP 2022, 2722, FIZ 2627 i datës 27/7/2022. Por ky raport nuk është propozuar nga ana prokurorisë për administrim, e si vjedhoi nuk është administruar parë në shkollën gjyqësore. Andaj gjykata, sipas detyres zyrtare, ka vlerësuar se është rëndësi që ky raport me dokument përcjellësi të administrohet gjatë shqyrtimit të mihov. Çështjen që e ka ngrit gjykata, kriçka kom e thon gjykat. Po pse veç në fjalën përfundimtare e keni përmend këtë provën e ri? Nuk pajtohem.